Sa e rëndësishme është të hollojmë produktin dhe ta implementojmë aty ku duhet. Gjërat që bëni me shumë kujdes, po ndjekim thjesht bidonin ngjyrën, kolorin e kuq që ju e dini që përdoret për tualetin, produkti që po fus këtu brenda është toilet solution, por vetëm për të marrë ngjyrën. Shikoni pak se sa duhet holluar një produkt. Mjafton të futesh vetëm 10 ml në 1 litër dhe e mbushi me ujë, që mos bëhet shumë i fortë produkti, se kur është sade dihet që do ta dëmtoni, edhe me këtë produkt tani sprekasim vetëm zonat që janë për inoxe, okay? Pra, nga toilet solution në sprucator. Edhe vetëm gjë që bëjmë tani është të sprekasim vetëm zonat që janë të atëherë 1, 2, ku ka inox tjetër, kjo ka inox po, e marrim edhe këtë, jam pa doreza tani. Edhe do shikoni se si dali. Okay? Shikojmë pak. Si ishte edhe si do dali. Vetëm me picet, jo me ujë që shikoni në për video e disa një nga Greqia që hedhin ujë kudo, por vetëm me kaq. Edhe del akull e re. Për të mirëmarrë inoxet. Por nuk përdorim tek mermeri. Asnjëherë ku është pH i 0. Ndiqini këto gjëra edhe mësojeni, sepse janë gjëra që duhet keni kujdes në për shtëpia që mos i dëmtoni dhe mos i shkatroni dhe mos ja bëni pastaj nuk bëri efekt produkti, por mjafton ta holloni dhe ta hedhni aty ku duhet, që është vetëm për atë gjë që them unë. Jo për kudo, nuk është për këtë gjë, nuk është për drun, nuk është për xhamin. Është vetëm për inoxet dhe kalk që krijohet shumë nga ujërat e kripura që ne kemi në Shqipëri. Paçi fat edhe shihemi 9 janar te trajnimi i radhës në Masterclass 3.